që në nënshkrimeve që ju referut. Do më thonë, LDK si shte që bënd të tjetër, tha mund të përkrahim disa herë në deklarata Osmanin për presidente, por nuk vind të asë një herë nga vetëvendosja. As shaja me vogël që ata e donin Osmanin këtë mbështetje nga LDK për Osmanin. As zero, as shaja me vogël që kishte gatishmëri në anën e vetëvendosjes. Dhe kur them shenja me vogël është kryesisht nga kryetari i partisë, vetëvendosje Zoti Kurti, sepse ai vendoste aty. Se kam përshtypjen që deputetët e tjerë as nuk ishin të përfshim dhe as nuk ishin në dieni. Por, me që nuk vinte asnjë shenjë nga vetëvendosja në ajo që pritej që do propozonte zonin Osmani për presidente, Lidhja Demokratike tha që ne jemi unik, se u akuzoi që nuk janë unik dhe këta, edhe pse janë 15 deputet, nuk mund të bëhen bashkë rreth një emri. Dhe pastaj ç'bëri Lidhja Demokratike, i listoj dhe vetëm sa për të treguar që a mund të bëjmë një pyetje shkurt Bardel? A ishte Lidhja Demokratike gati ta propozonte apo ta zgjidhte zonin Osmani? Nuk mund ta propozonte Lidhja Demokratike sepse me 15 nënshkrime nuk propozoi dot. Po, vetëm të jemi të qartë. Gjithë debatin për propozim është debat shterp se nuk ka qenë çështje e mungesës së propozimit. Ka qenë çështje e mungesës së vullnetit me bë votat bashkë dhe me votu presidentin. Se për propozim mund ta propozonte vetëvendosja. Pse propozoi disa kandidatë rreth vetëvendosja dhe asnjëherë nuk e gjeti mundësinë që 30 nënshkrime ta propozoi vet Osmanin, që pritej, pra nëse vetëvendosja donte ta bënte presidente Osmanin, mund ta propozonte vet dhe nuk mund të priste, domethënë, këtë lojën e ping-pongut me propozimet dhe kundër kandidatët. E hedhte propozimin e Osmanit si një kundër kandidate në sallë për t'ja bërë votat presidentit. Pra, diskutimet që janë bë kanë qenë në vazhdimsi. Dhe çfarë mund bëj tjetër LDK-ja përveç se disa herë deklaroi publikisht dhe haptas, në disa emisione ka thonë, edhe vetë Abdi Xhiku, në disa paraqitje kryetari i LDK-s, por edhe zërat e tjerë, për gatishmërinë që edhe për zonin Osmanit i japin që të gjitha votat. Pastaj, e bën listën me nënshkrime dhe tha nja ku janë 15 deputetet e LDK-s. Por ajo që po thotë edhe zoti Velotë është në këtë listë, zoti Atabaj. Në këtë listë nuk shkruaj emri kandidatit. Po pse të shkruaj? Pse të mos shkruhet, të bëhet me qartë edhe për publikun. Po pse shkruaj se këta thanë që ne jemi 15 deputetet bashkarisht. Silli 66. Ti dhe ne na kenë sallë që të 15 dhe e para. Jo, dhe e dyta. Kur kërkohen 15 shkrime, kërkojnë 66, nuk kërkohet për ta nominuar, kërkohet për ta zgjedhur. Për ta zgjedhur, pra. Po pse duhet ta zgjedh? Jo, LDK-ja ka thonë ne kemi vota për ta zgjedhur, jo për ta propozuar. Jo për ta propozuar. Po jo, ashtu ka, se ashtu është zgjedhur edhe herën e kaluar. Vetëvendosja ka zgjedh presidenten Osmani presidente. LDK-ja ka shkuar dhe ka bërë quorumin e nevojshëm, ka votuar dhe është zgjedh presidente. Në atë formë dhe veç të formë bëhet. Veçëm në formën kur vetëvendosja dëshironte ta zgjedhte me votat e saj, se veç vetëvendosja kishte votat për zgjedhjen e presidentit. Çfarë po themon është bëhu i saktë me atë çfarë po thua. Ti nuk po thua që ata kërkuan 30 nënshkrime për ta nominuar, po thua për ta zgjedhur. Për ta zgjedhur, po. Veçëm për ta zgjedhur presidentin Osmani. Cili ishte borxhi i vetëvendosjes ose partive tjera për ta zgjedhur zonin Osmanin? Fal. Po s'ka kuptim kjo. Zonja Osmani Mbase s'ka të bëj me pjesën e borxhit, por me pjesën se i mbetej faji opozitës për mos zgjedhjen e Osmanit nga lëvizja vetëvendosje. Jo, kryeministri Kurti ka mbledh vota në shpinën e presidentës Osmanit. Ka mbledh vota derë qytet e fshat e fshat, duke thonë që ne kemi nevojë për një shumicë stabile, presidenten Osmani kemi ne presidenten. Para zgjedhjeve ka thonë disa herë që ne kemi presidenten Osmani. Pra, për pas zgjedhjeve kur mori këtë fuqi, nuk ka qenë atku. E kemi presidentin i vjen që ka qenë. A ke pa ndonjë vullnet tek kryeministri Kurti të sinqert për ta zgjedh presidente zonja Osmanin? Se do sa mund ta kem. Pas arsye. Jo, dakor, aty mund të pajtohem.